أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفالندروim për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb ndërsa ato që lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Mloni radh parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begashme dhe kur dalim para tij, të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Në radhë parë i falenderoj vëllezërit të Akademisë e Thertë të cilët e kanë organizuar këtë ligjërat, ftesën që na e kanë bërë për me ardhur me u taku me ju, me kujtu veten dhe juve me ju kujtu të njëjtën kohë. Lut Allahu subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala këtë vepër tyre, këto punë tyre që i bojnë dhe këtë dritare prej dritareve të hajrit inshallah taala, Allahu të bëjë të begatshme, të bereqetshme, të dobishme, të bëjë qelës që i hap dyrët e hajrit dhe i mbyll dyrët e sherrit. U shkërku prej meje që të flas për temën për një ditë si kjo përgatituni. Realisht kjo është një pjesë prej hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi i Bara ibn Azib radiallahu anhu, thot kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ala shafiri al-qabri fabaka hatta balla الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. Thot Bara ibn Azib radiallahu anhu, ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një funeral, në një varim. Ai sallallahu alaihi wasallam thot ul në një skaj të varit e thot filloi me çajt. Aq shumë thot çajti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa që pranë ti toka që ishte aty për rreth është bo, do të thot që thojmë na me fjalë, është bo llaç. E pa kur qëtë ujë shumë diçka ofër komve tuja, aty është bo vendi llaç prej lotëve ti. Thot pastaj e ka ngrit kokën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë dhe për këtë ditë o vëllezërit e mi për diçka të tillë ju përgatituni. Do thonë me të vërtetë kjo është porosi e madhe. Zotën ju them të drejtën, na kena nevojë ko pas kohë me ja kujtu vetës se ne prej kësaj dynjaje në çdo moment pritet me u largu. Çdo moment pritet, do më thonë që ne të largohemi dhe ta lojmë dynjan, t'i lojmë gjitha që na rrethojnë. Ai që e kupton këta dhe punon me këta, vallahi billahi jetën dynja ka me jetu. Ka me jetu jetën në këtë botë, bidhnillahi taala me bindje ndaj Allahut e me lumturi, se lumturia reale është e imani, të bindja ndaj Allahut. I lumtur se njerëz sa konceptet i gabojnë shpesh, mendojnë se lumturia, disa mendojnë se lumturia është në autoritet, disa mendojnë se lumturia është në para, disa mendojnë se lumturia është në rrethin e tij që ka me shoqërinë e tij. Lumturia është me udhëtu, me grani kertmir. Këto krejt nuk po them që nuk e bojnë njerin të lumtur, po këto lumturinë e kanë këtë përkohshme. Se cili sen në dynjë ka lumturia e saj për vetëm se imani, besimi në Allahun subhanahu wa taala të bën ty me qenë i lumtur, me qenë përgjithmonë. Padyshim dashurit e mi se vdekja është një realitet që askush prej njerëzve, po flas për njerëz normal. Një njeri normal nuk e mohon ndodhinë e vdekjes. E din se vdekja është realitet, është një gjë që njeriu s'mundet me i ik, nuk mundet me i pështu. Për atë Allahu subhanahu wa taala ka thonë, edhe nëse jeni në ndërtesa të fortifikume, kam ju ardhë vdekja. Vdekjes nuk i ka pështu askush. Vdekjes nuk i ka pështu askush, nuk i ka pështu vdekjes, nuk i ka pështu as njerëz më të mirë që janë pejgamber e Allahut subhanahu wa taala. Sikurse dikush kish me mbet përjetësisht në këtë botë, kish me mbet pejgambert e Allahut subhanahu wa taala. Përderisa edhe ata kanë vdek, kem me vdek edhe une, edhe ti, se Allahu subhanahu wa taala i ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Dije o Muhammed se ti do të vdesë dhe ata kanë me vdek. Për atë, pasi që vdekja është një gjë të cilën nuk mundemi me mohu. Atëherë patjetër, dashurit e mi, unë kam dashje me kujtu veten edhe juve që si të përgatitemi për vdekje. Është shumë më rëndësi. Pasi që na nuk u pajtum realisht, pasi që ne u pajtum gjithë se vdekja po vika. Vdekja s'po vika s'kush me ndalë, atëherë pyetja që duhet në këtë mes më vë duhet me thonë si mu përgatit për vdekje. Edhe a duhet na mu përgatit, pa dyshim se duhet mu përgatit, dhe ne inshallah ta'ala kem me përmend si mu përgatit për vdekje, do të përmendim edhe fjalë prej selefit, prej muslimanëve të parë të hershëm, domethënë si e kanë trajtu këtë çështje inshallah ta'ala. E kena obligim se të për neve me ditë në radhë të parë, më janë ngolit vetës në mendje se vdekja vjen pa prit. Vdekja nuk të çon, do të thotë realisht nuk të çon ty porosime të thonë që se nesër vi. Po a ka shenja, a ka selame që shtojmë na me këtë gjuhë me standardin tonë të përgjithshëm, a ka selame, po vdekja ka selame. Po për me i marrë vesh selamet e vdekjes, duhet me njoft vdekjen mirë. Duhet me kujtu shpesh. Që ata selefi, fjalë që tash na, kur i lexojmë dhe i ndëgjojmë, kanë njerë ndoshta na çuditëm, thëmë, qysh, ku e kanë ditë ata sa ata kanë jetu me këto. Këtë jetën e kanë kalu, do më thonë, të e kujtu këtë moment. Edhe një njeri kur e dënë dikon edhe ka një huri rreth ti, tani janë gjë dhe krejt veprimet e din. Por ata shumë më rëndësi, dashurit e mi, është që ne me ditë se vdekja vjen pa tjetër. Edhe vdekja vjen pa, do të thotë pa prit. Baghtatan. Allah subhanahu wa ta'ala e ka përmend. Vjen pa prit. Vesh kur është se ka ardhur meleku i vdekjes me ta marrë shpirtin. Për atë Allahu thotë: Inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Thotë Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala, tek Allahu është dija e kiametit, kur do të ndodh kiameti. Wa yunazzilu al-ghaytha, dhe Allahu është që e zbret shiun, me urdhën e tij zbret shiu. Wa ya'lamu ma fi al-arham, dhe e din çka gjendet në mitrat e nanave. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Kjo wallahi ladhim çto ajete dashurit e mi pasha Allahun që është një selefin si kanë lonë, si ka kop gjumi. Ndoshta neve nga lera, i po neve s'na kop gjumi për rraqet dynjas. Studenti nesër e ka provimin ngajlen, ajo më pyetje të zorta, qysh kanë mu kom pyetje, prej ka mi nxirr, ai tjetri që ka mu feju, qysh ka me shku fejes, ai tjetri këta e këto, që to neve na lodhin avotan. Selefin, kur i kanë lexuar çto ajete, wallahi l'adhim nuk kanë ditë më u kënaq me kënaqësit që i kanë pas, begatit që i kanë pas, për rreth kanë ditë me andi lezetin se kur e kanë kujtu këtë moment, e kanë marrë vesh ajo çka i rrethon është fenie, është e cila mbaron. Për atë, që shka thot Allahu thot, o ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Nuk e din asnjë nefs çka e pret nesër. Sa na kena pe vllaznive ton dashurit e mi që u kon mesin ton. A kena na vllazën që na fol bashk, edhe që ata që tash për do të thotë na jena në këtë dynja, ata janë të jetu jetën e barzahut. Po vallahi billah, se të dhe menis. Unë në xhamin tema atje në qytetin e Pejës, shpesh ju them edhe po na ndodhin subhanallahu eladhim se vdekja që kanë thonë ulemat është porosi për gjallët. E në xhamat tonin i kena pas në kohën e fundit një 4-5 vdekje kanë qenë. Bilem të fundit e kanë pas një vëlla tonin musliman e Rusallon, Allahu më mëshiru. Ka qenë shnosh e mirë, ka punu ton ditën e gat. Ton ditën e gat ka punu. O shku me pa nanën, diku 84 vjet i ka nana vet. Shku me pa nanën, e ka pa nanën, o shku e ka fal Yatsin. Diku ka gjysë e natës e ka kap një farë shtrëngimi në gjoks, e kanë qumë me kom të vetë, adhe në spital, dhe ndim shpet me kom të vetë, ahi. Kur ka him brenda, sot vlavi vetëm të rejke, ka tha hoqë, vallahi, tha si u ullë në karikën e të doktori aty, e tha ja dërzej shpitin, Allah subhanahu wa ta'ala. Që kjo mund të më konë adhën e te? Vallahi bilau, në e di se vdekja është eftoft. Vallahi eftoft të shumë, si të përmenden, krejt ambicjet që ka i ke pas dynjas bin. Krejt harohen. Rat pejgamberi sa ka thonë,
ekthirun min dhikri, hadimul ledhat, kujtojeni shpes shkatrusin e knatësive. Vdekja, kur të përmendet, knatësit shkatrohen, bin për tokë bin. Para të dashurit e mi, o ma të dri nefsun ma dhe teksi bugada, nuk e din nefsi që ka pret nesër, o ma të dri bi aji ardhin të mut, edhe nuk e din ku ka me vdek. Na nuk e dim ku në nëzëm vdekja, parat duhet mu përgadit për vdekje. Pastaj Allah thot në një ajet tjetër, që ne mos mu mashtru, se ko me pas njerëzë unë e lusë Allahun që as unë as ju mos me qenë për këtëne. Për qëtëne që unë përmen që të ajet në surën Mu'minun, ajetin 99, nëshin thot Allah, hatta idha jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un. Thot kur ju vjen vdekja atyre, çka thojnë? Rabbi irji'un, kthem o Zot. Pse me të kthy? La'alli amelu fima tarakt. Ta kompenzoj ato çka e kom lon mungi. Qa thot Allahu? Kella, innaha kalimatun huwa qailuha. Asë thot, këto edhe vetëm fjalë çka po i thot. O min waraihim barzakhun ila yomi yub'athun. Thot e pas vdekjes e ka jetën e barzakhut deri në ringjallje. Allah kur na fol për mos me haru vdekjen edhe mos me u mashtru prej, unë kom merak i them shpesh për mendin ligjëratat e mia, them për rraqeve të dynjas. Se rraqet e dynjas neve na shkatrun. Çto rraqet e dynjas, çto teket tona neve po dojmë na shkatru. Vrapon lodhet, punon 50 vjet, tu bo shtëpie, tu bo domethënë ty li far do të thot ambicie të dynjas, ama kur e pyet sush para herë çka ki bo? Për shembull dikush i ka bo 30 vjet pesoj. Ti ki 30, sa vjet falësh, vallon hollsheve 10 vjet falë. Çka ki bo 10 vjet ti për dinën e Zotit? Çka i ki ndihmu fen Allah subhanahu wa taala? Allahu na ka porosit që na me pas shëmbëltyr, do më thonë të kanë, mi pas sahabet, tabin, e të ba'u tabin, ato 3 gjeneratat e para. Që ka thonë Allahu? Fe bihudahu muqtadi. Udhëzimin e tyre merren një për yrnek. Që që konë sahabet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Edeni, besoj që e keni lexuar se për juve, Gazwatul Mu'te. Në Gazwatul Mu'te ka marrë pjesë për herë të parë në luftë kush? Khalid ibn Walidi. Sa i ka pas Islam? Kër e ka marrë epitetin Sejfullahi l-Meslul, shpata Allahut. 6 muj, ish më shumë. 6 muj Islam. Qa me thonë na, wallahi billahi, pasha Allahu nuk pe luj të thjeshtin, as po bona i thjesht, as po bona më të që kjo realiteti. Allahu na i din zemrat tona, na i din gjendjet tona. Wallahi billahi, jo me kaj du të me kukat, kur ndëgjon edhe lexon për Khalidat tjerë, se e shë vetën sa, thush, që kajmë të bonë për dinën e Zotit? Qysh mbritën këta? Qysh mbriti Khalid ibn Walidi me u bo Sejfullahi l-Meslul? Pse une? Hala se kom regullu tët pej neve, ndoshta ka problem, hala me namazin ka problem. Una nuk e di tash ju këtu që keni punt. E lusë Allahun që me i pasi shumë mirë. Ama, para Allahun që unë është pe bëj pytje vetën, pe pësë dhe ty këtë pësë. Ko e ke falë sot namazin e sabajt? Mos më përgjigje. Së kino me përgjigje. Vetëm për të thuj, ku e kon falë, unë e sot namazin e sabajt. E kon falë në gjami, ama e kon falë shpe. Ta shtë kush ko me thonë, pëse për përmend hoqë? Wallahi billahi, mbajnë në mend. Kësa shtenë ma jonë, ndoshtë ndoni hera tjera kër i vizitojmë, e marim e trajtojmë edhe këta. Namazin sabajt është qilësi i krejt khajreve në dynja. Krejt khajreve në dynja, që ka egzistojnë në namazin sabajt. Kush e nisë ditën me namaz sabahut, pasha Allahun që është një, aja ka nisë me një bereqet madhe, me një khejt madhe. A ka argument për këta? Pejgamberi s.a.s. ka thonë, men salla subha gjema'a, kush e falë sabahun me gjemat, fa hua fi dhimmetillah. Ajo është në kujdesin e Allahut. Ja Allah, është në mbrojtjen e Allahut. Te ki pasat njerës, kur jo në mbrojtjen e filonit e fistekit, i qëmë kratë une, ati ka në kom mbrojtje une. Po me pasë Rabbul Aleminin. Ama për me ndje këto, du të me pas etikad, besim të thellë në Allahun subhanahu wa ta'ala, që kur del në sabah, kur vjen shejtani, të thotë, hajtë me si të në shpesë, anë i tash ftoft, po kur ftoft? Ko bëdo me donë në gjami, falo që to, pëton. Janë isë të apën që si loje. Kur vjen shejtani që shtu me të thonë, dhe ja, dhe vallahi du me donë në gjami me falo, pëton. Se o dalë, kush, të kanë erë disa na, ki pa, e degradojmë bisedën, disa thotë, hoqë, a namazi me gjemat farz, a është sünnet, asi. O i dashur jam, Rasulullah e ka falë me gjemat. Asë të mjafton që kjo argument tyja,
Se Rasulullah hala nuk di, hala s'm ka ra me lexu, i betonon Allah subhanahu wa taala, nuk më ka ra me lexu deri tash që po kalojnë më shumë se 20 vite të mësu për dinën e Zotit. Hala një herë s'kam lexu diku që Rasul sallallahu alaihi wasallam e ka fal namazin në shtëpi vetu. Nuk di. Po flas për fars, jo për sunete, për nafile, këto të tjera më vete. Për fars. Allahu na falë të na drejtoft. Qa thot Allahu subhanahu wa taala kur don me na tregu që mos u mashtru mbas këtyre raqeve, thot ja ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. O ju që keni besu, mos ju mashtron juve, mos ju juve pasuria juj, evlat e juj për përmendjes Allahut. Pastaj, ku tash vdekja këtu, ku në këtë mes vdekja? Në gjajeti që thot, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Shpenzajeni, jepeni ata të cilën na ju kem dhuru juve, para se t'ju vije vdekja. Se kur vjen vdekja, çka bëhet? فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والله që kjo kom u kon, elush Allahum na bobi vepër mirëve. Pas me na bobi për dëshpëruar në ditën e Kiametit. Plot njerëz që dëshpërën kanë me pas. Shumë kanë me thonë, o Zot, lem edhe pak ta kompenzoj ato çka e komilon mongi, t'jep sadaka. Na kanë herë në dynjë kur Zoti po na jep edhe aty sa shumë Allahu na jep neve. Çata Allahu thot, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse filloni me numëru begatitë e Zotit që Zoti ju ka jep, s'mundi me numëru. Ama na harojmë afton. Allahu t'jep, na harojmë afton. Harojmë me jep, harojmë me ndihmu dikon, harojmë besa, harojmë gjendjen tonë çush na vetë na kon. Kur na s'kena pas edhe ka ardh dikush na ka jep, çush ka ardh lezet, çush ka ardh mirë. Jepe o i dashur jam se për shpirtin tënd ki me jep. Nesër te Allahu subhanahu wa taala ki me gjet. Pastaj edhe një ajet për përmendi, thot Allahu, kul innal mauta alladhi tafirrun minhu fa innahu mulaqikum. Thua jo Muhammed, nga vdekja cila ju po ikni, ajo patjetër ju e kam ju godit. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada. Pastaj ju keni mu kthyte i dituri, i të fshehtës dhe të dukshmes, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Çto ajetet dashurit e mi, të që ky ajet ka pas për i muslimanëve të parë të hershëm, ajeti thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada. Pastaj do të ktheheni te ai i cili e din të padukshme dhe të dukshmen, kur ja kanë nis njerëz me i lavdu. Ka thonë, wallahi billahi, ka thonë, ju po më lavdani, po është dikush tjetër, i cili e din gjendjen teme të fshehten edhe të dukshmen. Që shën ushqy me këto dashurit e mi. Për atë, transmeton Imam al-Bukhari në sahihun e ti nga Mujahid ibn Jabr, an ibn Umar radiallahu anhuma qal, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibay. Shka thot Abdullah ibn Omeri, thot më ka ko pejgamberi s.a.s. për krojke, po një dos tondin që i kure që të krohin t'ja dhëm. Thot më ka qitë krohin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më ka thonë, kun fi dunja ka enneke garibun. Jeton dunja si i huaj. E po i huaj kalan, me që kalan, krym punën ti që ka e ka hec. Apo thot, kun fi dunja ka enneke garib. Jeton dunja si kurse i huaj. E Ibn Omeri për këta, thot çka thot? Thot, idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Nëse ke mbri mbrëmjen, mos e prit sabahin, mos mendo se kemë prit sabahun. E nëse ke mbri sabahun, mos mendo se kemë mbri mbrëmjen. Wa khudh min sihhatika li maradik. Merr prej shëndetit tënd për ballë smundjes tënde. Shfrytëzo do të thot shëndetin para smundjes dhe shfrytëzoje thot. Shfrytëzoje do të thot pasurinë tënde para varfërisë. Pastaj ka përmend një hadith tjetër Ibn Abbas radiallahu anhu që besoj dini këtë hadith. Pejgamberi sa ka thonë igtanim khamsan qabla khams. Shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Çka thonë? Shfrytëzoj jetën para vdekjes.
Jeta duhet më shfrytzu. Këto do më thonë ishin shpejti përmenda veç disa argumente shariatike që kallëzojnë se vdekja po tjetër ka më ardhë, ajo vjen, kur kërësën e ndalë, tash po më intereson shpejt me i përmend, besoj që edhe juve intereson kjo, si mu përgatit për vdekje. Gjëja e parë, kanë thonë ulemat, al-muhafadhatu ala ma ftarad Allahu ta'ala ala al-muslim. Gjëja e parë që të ndihmon mu përgatit për vdekje, është me i rujt farzet që Allahut ka obligu me to. Neve shpesh herët dashurit e mi, a dikush na e hup rrugën. Na hupin në rrugën na hupin pun dytësore, tritësore. Nuk merrem me farze. Ka njerë shejtani me ato telbiset e ti, me ato pështjellimet e ti, ndoshta aty edhe mu të shtin një debat caktum, për një synet caktum, që ajo synet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk pe diskutojmë na. Po koha nuk është na me bo muhabet për çat synet. Koha është me bo muhabet për farzin. Wallahi billahi kur vjen keq që pe them kështu, edhe lut Allah subhanahu wa taala që në mesin e ju mos me pas kësi njerëz. Shumë po më dhem zemra kur pisha muslimant, tu hongër njëni me tjetrin për punë dytësore, tritësore. Ndërsa për farzët Allah subhanahu wa taala kush se bën muhabet. Wallahi billahi, që ti pyte veten shtash? Ti pyte veten edhe unë. Kush herën e fundit na ka thonë neve, çaj ki punë me namaz sabahit? Për Allah po them, e keni shok që shtu që të thotë. Nëse e keni shok që të rinë gatin që të muhabet, pasha Allah në rruje si një margaritarat shokim. Sot të ta dosht mirën. Kur herën e fundit ne kena pyet veten, çaj kena punë me namazin? A jena të e falë namazin, ashtu shush Allah ka lypej neve? Qëto kanë me në ndihmu neve mu përgadit për, qka? Për vdekje. Pastaj, i këthar min dhikril maut, qka na përgadit neve, na bon mu përgadit për vdekje, është me e shpeshtu për mendjen e vdekjes. Rawa al-Hakim, an Anas ibn Malik, qala Rasulullah s.a.s. Kuntu nahejtukum an ziyarat il-kubur, ala fazuruha fa innahu yuraqqa al-qalb. Allahu akbar. Që ka thënë pejgamberi s.a.s. Ibn Abbas i transmeton thotë se ka thënë pejgamberi s.a.s. Ju kom ndalu me shku në vareza. Fillim të islamit ka ndalesa. Ndërsa thot tash për ju thëmë shkoni, vizitojni varezat. Pse? Se ato thot ja u zbusin zemrat. Allahi billahi kur shkon të një varë, afrohesh edhe me mendjen tonë dhe komplet koncentroshën të pasha Allah në një zemrat. Që ta ka pas për muslimonve të partë hershëm se Muhammed ibn Sirin e ka pas në domë të fjetës varin. La ilaha illallah. Unë e di që tash ndoshta për ju jo, tash tu prapa kamerave e ndëgjojnë tjerë dikush që ndoshta s'ka me imonin si ka punë të mira, u thonë që çfarë budall ta që vorin sop. Ani. Ama Muhammed ibn Sirini kur gjumin se ka bon shtrati, e ka bo aty, e ka bo. Pasha Allah unë, u thonë, po thonë, po u bo zhurëm nëse të vjen mundësia një herë, shkashtaj një varë nëse e gjithë. Bësh me ndajt një minut mirë i ki punët. Së mundësh, vallahi, bilo, asë të jasëne. Me bo mu shtre, me njerë ki mu qua, pëton. Aj që qëtash me bo me të thonë, më sheli si që shtreju, qështu shtreju, dhe para me do se vdeke me njerë janis me të kop një farë nëzetin e për trupa, po? Allahu subhanahu wa ta'ala e ty dhe mu halona kalon njetë, halojna njetë, po, kujtimi i vdekjes në bon neve që mu zbut zemrat tona, me lutu sytë tonë, thot pejgamberi s.a.s. Ja u kujtojnë varezat ahiretin, wala taqulu hujran ka në hadith. Muhaddithin kër e ka komentu që pjesën e hadithit, wala taqulu hujran, thot kanë thonë, që kanë thonë, kelamul batil, s'keni me folë fjallë të kota. E ki pa disa pej neve kër folin fjallë të kota, non stop. Hinë këtu në TikTok, unë e sonë të i thashtu në vlazën, disa ma lypen për vlazinë, tha, banë më hoqë me lëshu dersin live, se s'kena mundësi marrë doj me ndëgju. Qështu, qëtash me bo me e marrë, veç mi këshur që ka shkryj tu, adi sa sharlatani shkru në kotë, që në ditën e kiametit pasha Allahun nëse nuk pendohen, edhe nuk kthehen të Zoti sinqerisht, kanë me i kërku vetit mjerim. Sa Allahun nuk të shtin ty, i dashëm s'ka obligu me i shku kërkuj, në odën e ti e me shajt. E këpa shqiptarë, sa tysh, unë e kom thonë, kjo është zemën e qytetshëm, për para kër o konë një budalë në shpe, këtë fisë në që e kanë shef. Mos me marrë vese e kanë fish në fes një të qmendur.
Ta është kur o dalë Facebook, e ndalë të TikToka, o thanë, Allah e ka qitar palokin sa budalla ishtë mesin tonë, me thonë, ja Rabbi selim, o thanë. Njeri 60 vjetë, hinë shanë. 60 vjetë, Ai 20 vjetë zvën me shajtë. 60 vjetë, qka thushti, vallaj, po më thot një mik jemi, që I përcil ligjerat ato është në përëndim, tha, po që ditë në behoj që ka njerë pëse hinë dëshajnë, vallaj, dhune, po të thash, shumë kisha qeni lumëtur, me mujtë me marrë vesh, pëse që ta shajnë, Më konë që na ju kena shku në shpet tële, ju kena hi në shpeja, nuk arsvito, po hajtë për arsvitojmë. Po ti e hi vetë brenë kanalin e filan hoqës e filanit, e pëse shana, po Zotin a falte na drejtoft. Do më thonë, pejgamberi sa thota, me vizitën e varezave, një pej dobive koka qka, vizite e varezave, po të bëj ka mos me fol fjallë të kota, qysh, se din që kime hinë vare, kur të hinë vare, aty kime e plogari, për ato fjallë që e të thonë. E thani I matë fjallë. Pastaj, ndërgjaj këtë fjallë, subhanallah, ladhim sa më kalon për shtypje kjo fjallë duke e bo gati ligjeratën, që ka thonë, qalet Daqqaq, men ekthara dhikra l-mauti ukrime bi thalathin. Ta'gjilit tawbe. Daqqaq që ka thonë, kush e përmend vdekjen shpesh, Allahu e ndëron me 3 gjëra. E ndëron me 3 gjëra. E para, ta'gjilit tawbe. Me pendim të shpejt, pendohet shpejt. Nuk ka njeri që s'bën gjuna, edhe unë që po flas, edhe unë që po ndëgjonoj, nuk ka njeri në fytyrë toke, sa dhe ajo që është I ditur, sa dhe që është I devotshëm, vallahi bilaj e bën gjuna. Ai ka një gjuna që ja bën Allah subhanahu wa taala. Po dallimi mes të diturve edhe besimtarëve të vërtet, edhe të tjerëve është se besimtari I vërtet kur bën gjuna më herë shpejt pendohet. Pendohet më herë, domethënë gjunahi si janë zën gjunahin. Me një fjalë. Daqqaqi po thot çka? Ai që e kujton vdekjen shpesh e ndëron Allahu me 3 gjëra. Gjëra e parë me ta'gjilit tawbe. E di se ka me vdek, se e din se ato ajete që I lexuam më herët, o ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, nuk e din çka e pret nesër, o ma tadri bi ayyi ardin tamut, nuk e di se ku ka me vdek. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti o Muhammed ki me vdek, ata kanë me vdek. Këto çto ajete bojnë besimtarë çka? Me qenë çut. Me qenë do të thotë I këndjellun, që ta Ibnul Qayyim rahmetullah alayhi, dashurit e mi, e ka një mesele kur të folë, mesele, kjo pak një me pak stav, si thëmi nelt, po na du të më mësu ka pak më ngjitin që si shkolla, me janis milion do shkolla të vogla, me hyp pak më nelt. Ibnul Qayyim kur folë për yaqadha. Yaqadha është një mesele për mesele vetë që Ibnul Qayyim e trajton çka është yaqadha. Kush din arabisht tash më ne rishkon mendja thot, më kon çut, ju po flasim për më kon çut, se la çut inshallah këtë la. Si kem sytë qelë, po jo, Ibnul Qayyim nuk folë për me I pas sytë qelte, po me I pas sytë e zemrës qelë. Për balë obligimeve të Allah subhanahu wa ta'ala, për balë vdekjes. Ibnul Qayyim rahmetullahi kur folë për këta, thot ai që është I zgjuar, do më thonë zemra e ti gjithë është qutë. Për balë Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu na I boft zemrat tona me qenë dëgjalla për balë Allahu subhanahu wa ta'ala. Daqqaqi tha kush e kujton vdekjen shpesh, ndërohet me 3 gjëra. E para, me tawbe të shpejt. Pastaj, wa qana'atul qalb, me një bindje të madhe në zemër, o I bindum, këtë dunjajt, e ki po besimtari shër. E ki po, shumica njerëz, a besojnë, a s'besojnë? S'besojnë! A marrë luhatin ty ata si s'besojnë? Pa jo, a janë ishtë të folë, qare, po volë për vorin, haj budalla që ka, po, a na thojnë që shtu neve? Ama na ndryshon bindjen tonë diçka kjo? Jo, se na kena qana'a, kena bindje të Allah subhanahu wa ta'ala, se na një ditë kena me hinë varët tona. Edhe na e dim që ka na pret në varë. E ke pa, thashtë kush harë pja se dunia e me na kalzu, kush harë? Kurani I së të nëmbushum është. Sunneti pejgamberi sa I së të nëmbushum është. Vetë Rasulullah s.a.s. në karë, edhe kur t'ju thot dikush, kush harë pja se dunjaje, Muhammedi a.s. Muhammedi a.s. harë pja se dunjaje, a harë atës harë. E ka pa gjenneti pejgamberi s.a.s. E ka pa gjehenemi pejgamberi s.a.s. Gjenneti e gjehenemi, është I kësaj dunja, se e saj dunjaje? Ja saj dunjaje. Pastaj thot dhe e treta, wan nashati l'ibada. Allahu akbar. Tha edhe gjallëri në adhurime. E këpa neve në mënga, Allahu sa vre po folna, po spendjej namazin. Po se ndjen namazin I dashur jam ti se edhe une, se kena ngarku nefsin me gjinohë. Jena të I bo gjinohë shumë Allahut. Po harojmë u pendu, e harojmë vdekjen, pasha Allahun,
që bëne vesh një test sonte, kur shkon në shpe. Para se me flejt, merr abdes, e fal vitrin, besoj se cili ju e fal vitrin. Para se me thonë Allahu Akbar, mbledhe zemrën tonde, edhe mendjen tonde, edhe nisja me ushqy zemrën tonde, duke i thonë zemrës bon vaki, edhe mundet me qenë kjo, vallaj billoj po. Po që kjo namazi i fundit, pas që ti namazi kom e vdek. O, që shki me pas një gjallëri, një badet, ki mu knaq, vallaj billoj po. Pastaj thot, ndërsa ai cile e harën vdekjen, dhe shkot me 3 gjëra. E para, me shtyrjet pendimit. E dyta, nuk është i kënaqur me ato që e ka. Edhe e treta, tregohet për tas në adhurime. Që këtë dakaki, subhanallah, si me parnum pej, e në Prishtinë, e në Gjakov, e në Mitrovic, me parnum me ne, sikur se me na po neve. Apo, a ka tingullat që shtu ajo? Kuj ka folë paranimi e kusur vjetëve. Paranimi e kusur vjetëve i ka thonë këtë fjallë. Allahu na falt. Pastaj, al-isti'dadu lil-mauti bit-tawbati as-sadiqa. A din dikush në sa e kanë nis? Gjysore. Mi tam, mos të zoti më shumë se 40 minuta se po shumë. Al-isti'dadu lil-mauti bit-tawbati as-sadiqa. Mo përgatit për vdekjen çka me tawbet sinqert. Ya ayyuhalladhina amanu, që thot Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besu, thirrje për ty edhe për mua. O ju besimtar, pendohuni te Allahu me një pendim të sinqert. Me një pendim të pastërt. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ndoshta Allahu do t'ja u fal të metat e juja, gabimet e juaja. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, edhe kom ju fut në gjennete në të cilat ndërto rrjedhin lumej. E katërta, mendimi i mirë për Allahun në momentin e vdekjes, kë shumë më rëndësi dashur themi. Me mendu mirë në jetën e kësaj bote se Allah ka me të botë taufik, ka me të dhuru sukses edhe ki me vdek që shiko hi me vdek besimtarit. Këta non stop dush me pasë në kokë me thonë. Ja Rabbi, une i bindum jam ty se ti e zoti vërtet që i meriton të adhurohesh, dhe i bindum jam se ti ke me letësu mu momentin e vdekjes, agonin e vdekjes. Edhe ka me ta dorëzu shpirtin ashtu që i kënaqur ti. Vallahi me ushqy robi në jetën e ti, mendjen e ti non stop me kësi bindje pasha Allahun ja mundson Allahu. Vallahi ta mundson Allahu. Qila lil arabi, që i kanë thonë një nomadit. E të një nomad do shtaj njeri që s'ka shtëpit ti, lëviz me çadrën e ti për një vendit një vend. Qila lil arabi innaka tamut. I thanë ti po vdek. Ama që shka i thake? Qala wa ila ayna yudhhab bi? Tha e kur të vdesune, ku ka me shku? E kush ka me ik? Qalu ila Allah. Tha te Allah. Që shka tha? Ma akrahu an yudhhab bi ila man lam ara al-khayra illa minhu. Allahu akbar. Çfarë bindja e mirë në Allahun subhanahu wa taala. Tha atëre nuk e urreju në një gjë që më çon tek ai veç se hajër kom pa pejti. Që ka me mendu mirë për Allahun subhanahu wa taala. Që ka mendimi mirë për Allahun, për atë dashurit e mi. E pesta edhe fundit prej gjërave që na mëson apo na vijnë për mu përgatit për vdekje është el-isti'dadu lil-mauti bi dhikri adhabi al-qabr wa na'imihi. Mu përgatit për vdekje, të ndihmon mu përgatit për vdekje me kujtu dënimin e varrit edhe mirësitë e varrit. Me kujtu urën e siratit. Me kujtu xhennetin edhe xhehenemin. Ebu Hurajra dashurit e mi ja ka nisë një ditë me kajt. Para mendo, a dikush e Ebu Hurajra, se na kena nevojë, unë shpesh rëmpej, ju thom atyne, vallahi na kena nevojë mu ndal, me fjalë për fjalë, me kuptu mirë, mas sporti, kush është Ebu Hurajra? Kush është Ebu Hurajra? Ebu Hurajra është njeriu që ka transmetu mas shumë të hadithe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurajra është hamilul Kur'an, o bartësi Kur'anit. Njeri më i afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
ja ka nis me kajt. Në smundjen e tij të cilën pasaj ka vdek, faqila lahu ma yubkik, i tham pse po kanë thua Abu Huraira, faqala ma abki ala dunyakum hadha, tha nuk po kaj tha për këtë dynjon e juj, walakin abqi ala bu'd as-safar, po kaj tha për udhëtimi larg, vdekja dashur dhe mikur, dek njeri hin var, deri në kiamet, një Allah e din, mund të qenë shumë gjatë. Çore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka vdek, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domthon ka vdek që 1426 vjet. La ilaha illallah. Që 1426 vjet ka vdek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E kanë vdek tjerë. Sa njeri o dek para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A është hakikat që kjo fjale e Abu Hurairës bodh safar udhëtimi larg? Po vallahi po. Ka kaj tha po kaj se udhëtimi mas parti ebqi ala bu'd as-safar. Po kaj sa se udhëtimi do të jetë i gjatë. I gjatë do të jetë udhëtimi. Pastaj tha wa qillati zad. Tha edhe përgatitje pak. Ja Allah. Abu Huraira që ka transmetu mas shumë të hadithe po thot i përgatitum pak për vdekje. Fa inni amsaytu fi su'udin mahbitatin ala jannatin wa narin wa la adri ayyatuhuma ya'khudha bi. Po thot tha edhe une tha sot jam në një udhkryq para një zbritje që do ta kem, s'dija ka me zbrit në xhennet apo në xhenem. E s'di cila pyetjen e ka me marr. Kur Abu Huraira ju ka tut xhennetit edhe xhenemit, o tut që s'osh pi xhennet live. Edhe o frigu se mos osh pi xhenem live, çka me thon na? Çka me thon po Zot me na, me thon o Zot falna. Dëgjoj tash disa fjalë prej selefit, edhe po mundona shpejt me e përfundu këtë. Muadh ibn Jabali radiallahu anhu. Muadhi i cili, kush ka qenë Muadhi? Njeri që mas mirë të e kanë njoft halalën edhe haramin mesin e sahabëve ka qenë Muadh ibn Jabali. Kush ja ka jep këtë epitet? S'pja japim na që e dojmë. Se kanë erë dikush mundë me thonë, thëtë, po bëni e pidar, jo, do të bëjmë na pidashnis këto. Na mundë me bo pidashnis, po këto e në realitet, këto epitete i ka dhuru kush? Rasulullah s.a.s. Rasulullah s.a.s. ka thonë për Muadh ibn Jabali se njeri cili e din halalën dhe haramin mas mirë është Muadh ibn Jabali. Muadhi që ky Muadhi radiallahu anhu thot lemma ihtadara Muadh ibn Jabal radiallahu anhu ja'ala yaqul a'udhu billahi min al-laylatin sabahuha an-nar. Allah Allah. Tha kur nat që ka vdek, bilem po du mundal që s'po du me lexu që ka përmend, do me thonë në Tafsira Ibn Jauzi që kjo ngjarje që ka përmend në Tafsira librin e tij Ibn Jauzi është pak më e zgjeruar në për disa libra të tjerë. Thot nat kur i ka ardhur vdekja Muadh ibn Jabalit, po kam qef me zgjeru ma shumë, kur ardh namazi sabahut, para sabahit i ka thonë grus, o bo sabahu gru. Ne gru i ka thonë, ka të për njeri ka thonë, sa halo mesi natës. Thot ka ndajt edhe pa thonë, o gru, o bo sabahu. O ka thonë, o ti njeri, halo kako. Dikur e ka shqetsu grun me pytjen e shpesht. O ti njeri ka thonë, po mbytet unë vetë ardhë sabahi. Thot, po të pësa ka ardhë sabahu. Kër ardhë sabahi ka ardhë gruja, po ka thonë, që ardhë sabahu që pe lyp. Atëra thot, qëli thot dritaret. Qëli dritaret thot, si stash ka marrë me lekul mauti. Ja Allah. Stashun e vallaj evlijave të ti. Ama jo evlijave këtëne dërvishave, këtëne sofive, këtëne do më thonë supermenave. Ja. Ta supermenat e këru zëbolit. Ja. Eulija ur Rahman, eulijat e Allah subhanahu wa ta'ala ta të vërtet. Wallahi billahi, Allah subhanahu wa ta'ala në momentin e vdekjes i qanë me lajket për e përgzu. Allah thot në Kur'an, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Thot ata të cilët than Zoti jon është Allahu. Pastaj i kanë qëndru kësaj thirrje. Tatanazzalu alayhim almalaikatu, malaikat yuzbritin në agoninë e vdekjes. Dhe thon mos thotë. Mos u piklani. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, përgëzime për ju, për xhennetin që ju ka premtuar juve. Muadh ibn Jabali tha hapi dritare, tha se
Nuk di tha ka me hi me lëkull mauti. Edhe që ka tha tani, njëherë tha kështu, pasporti u këthuja petë Allahut. Eudhu billahi min lejletin sabahu an-nar, tha, kërkoj mbrojtje të Allahu prej asaj nate që sabahi se orës zjarë i gjehnemit. Që po fol me vdekin, po fol. Me vdekin e të fol Muadh ibn Gjebeli shto. Pastaj pa thot, marhaban bil mauti, mirë se vjen thot o vdekje. Marhaban zairan maghbun habibun ja'ala faqatin. Mirë se vjen tha o vdekje, mirë se erdhe o vizitori rall. Vdekje o vizitori rall. Ai vesh njerë vjen. 2 herë s'djel, një herë. Vesh një herë. Mik i dashur që erdhe në një kohë varfëria. Wallahi që to pasha Allahun, wallahi billahi tallahi po them sinqerisht, sa herë lexoj, mundona me mbajt veten, mu përmbajtën tose që to pasha Allahun, jo shumë llokat mëdha për ne. Pasha Allahin wallahi billahi tallahi tribe më të mëdha të i bo. Veç edhe njerë ka dal. Po thot, mik i dashur që erdhe një kohë varfërie. Ja Allah, qa me thonë marana? Për që në varfëri po fol, s'po fol për rraqet e dynjas. Ky po fol për ibadetin e tij, kush o kon madhi për balë ibadetit. Kush o kon madhi? O Zot na fal. Pastaj tha, Allahumma inni qad kuntu akhafuka wa ana al-yawm arjuk. Allahu akbar. Tha o Zot ja tha. Te din tha se unë ty tha, të kom frigu, të kom tut ja Rabbi. Ama sot po të shpresoj. Po të shpresoj tha ty. Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya. O Zot te din tha se kom dash në dynjan dhe qëndrimin në dynja për me nga i ka përmend ujitjen e tokave edhe të pemëve. Unë e kom përkthy këto shpesh kur e përmendi këtë thon, nuk jam on dynjë, kom pas qef në dynjë me ndajt për kastraveca e patligjona, se do vallahi billahi e Zoti mos na bëf pejtën, ka do në dynjë kanë qef veç me ndajt në dynjë për mujit kastraveca e patligjona. E tani njeri kur të rrin me kastraveca e patligjona dro mu bo vet. Çashtu. Po për çka pas ka pas qefre? Muadhi thot kom pas qef me ndajt për 3 gjëra me jetu në dynjë. Me agjeru kur dita është e gjatë edhe vape madhe. E dyta, më u fal natën kur njerëz të flejnë, edhe e treta me prezentu në mexhliset e ilmit, qështu sikur se na që na mbledh. Për çto e ka dashur jetën. Pastaj Harun al-Rashid. Harun al-Rashid i khalifja e muslimanëve të dinastisë Abasite, thotë lemma htudira Rashidun rahimahullah, أمر بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى رحم. الله أكبر. فاكر أرض momenti i vdekjes Harun Rashidit urdhëroi me shkum ja hap vorrin. Ja hapën tha vorrin, edhe e morën e çunte vorri i tij, kur e shqej vorrin e tij ja nisi me kajt. Ja nisi me kajt dhe tha: "Ya man la yazalu mulkuhu irham men qad zala mulkuhu." Allahu akbar. Tha o ty që nuk të hup pushteti kur, o ty që nuk të hup mbretëria jote kur, me shiraje robin ton që të i hup mbretëria. Se mbret o kon, khalife. Pastaj Muhammed ibn Sirin, ky buri madh, kur i ka ardhur vdekja Muhammed ibn Sirinit, ja ka nis me kajt. Qila ma yubkik, ka pse po kano Muhammed? فقال أبكي للتفريط في أيام الخالية. O qaj thot për tëfrit me përkthy, me parafru, i thënë shpërdorim, a dikur shpërdoron dikush. Thot për shpërdorimin që e kombon ditët e shkuara. Ja Allah, Muhammed ibn Sirini pas ka shpërfil në kohën e ti, që kur o hin pazara, a din kush shkon Muhammed ibn Sirini? Se Muhammed ibn Sirini shumica e njoj si komentuesi i ëndrave. Qështu njet, apo? Po Muhammed ibn Sirini ka qenë faqih, ka qenë alim i madh. Thot kur ka hin pazar dhe kanë pa njerëz, ja ka nisë me bot tekbire. Subhanallahu el-azim. Sa ta Sheikhul Islam Ibn Taymija kur fol për dietarët, Ibn Taymija rahmetullahi alayhi ka një fjalë thot evliat e Allahut janë dietarët. Thot nëse dietarët janë evliat e Allahut, s'ka evlia. Edhe Allah i sadak të vërtetën e ka thonë. Muhammed ibn Sirini thot kur ka hi thot në pazar,
Ka nis me bot të këbire, thot kanë bo njerës të këbire me to. Aq i lezeqem, aq i këjshëm o konë, thot, kur kanë dajti njerës me to ditën, jënë shkri me to, bilem o përmend ka qenë edhe ma hiqorën. Se ka njerë disa opineva, të vizhinata, na ka njerë kur të një shonë mërollet, po so mëral, ja, Abdullah, o dalë me pi kafe me vdhane vet, ja ka qru mërollet, Allah, ka kesh, se s'të bjenimoni me kesh ka pak. Ama jo mes me të pru. A Muhammed ibn Sirini thojnë, ditën në konë shumë i këjshëm. A natën kër është shku në shpia ka nis me kajt, atë shumë ka kajt një natë për natëve i ka ardhë nana i ka thonë, ja Muhammed, e katel të nefsen, a mos e ke vërat dikan? Mos e ke vërat djali jem dikan? Ta gjem një asita, ta gjem një ndërmicim, shkojmë ndërmicim. Ka thonë, po, në e kon vëra. Ka thonë, e ka në djali jem e vrave ashtu. Thotë e kon vëra vetën me gjinohe. Që ki Muhammed ibn Sirini, dashurit e mi, kër i ka ardhë vdekja, ja ka nis me kajt, ka thonë, pse po kanë? Ka thonë, po kaj për shpërdorimin tim në ditë të shkuara. Pastaj që? O killeti ameli lil gjenne, gjennet il alje, o ju në gjini min nari hamje. Allah. Tha, pak kom punu për gjennetin, kom punu për gjennetin e lartë, edhe me më shpetu prej zjarmit, e zjarit djeks. Këta vëllaj billahi, pasha Allah me plët goj për thëmë, nëse qëta s'kanë punu për dinin e Zotit, vëllahi unë e marë përgjësim para Allah subhanahu wa ta'ala, thëmë që tash kërkush për njerës të punu për dinin e Zotit. Nëse qëta s'kanë punu, na hisë s'ka kem të punu. Ama këta i kanë thonë këto fjallë, për mja ullë vetit, vetë kënasin, edhe me ushqy vetën edhe ma shumë me punë. Ibrahimun Nakhai, kër i ka ardhë vdekja dashurit e mi, ka nisë me kajt edhe kë. Ka thonë, fa kale, antedhiru rasulen min rabbi, ju beshirun bin nar, au bil gjenne. Ka thonë, po kaj, thot, se më të e përit, thot, dërgumin e Zotit. Dërgumin e Zotit konë me lajken, i cili vjen, që ati ajetin që e thash ma herit, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Këta kanë besu këtë selefja utan. Që ata e kanë ditë se e kanë prit. Sufjan e Thauri, kër i ka ardhë vdekja Sufjan e Thaurit, ja ka nis ka thonë, thot ka marë mali për shokin tem. Ka thonë, ta thirin filonin, ja. Fistekun, ja. Desha në lodhën, ka thonë, e cilë be ka qaj shokit, ka thonë. Cilë ka qaj habibit. Thot, është ai habibi që Allah ka thonë, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alehimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ata që kanë thonë Zoti im është Allahu dhe i kanë qëndru kësaj, i zbresin me lajkeve. Ka thonë me lajke është shaj që vjen me ma pru lajmin mu. Inshallah taala me më thonë, s'ka frikë për ty, s'ka pikëllim. Tha pe presta, jam të e prit dërgumin me lekun prej Zotit tim, i cili ka me përgzu me zjarë ose me gjennet. Pastaj, Fudejl ibn Iyad, kër i ka ardhë vdekja, i ka rot fikt. E kanë këfil. I kanë thonë qapate. Thëtë vallaj, kër për më kujtot udhëtimi larë që ka me e bo, po më bjen të fikt, po më bjen. E ka thonë, pse kjo frikë? Thëtë se përgaditja o shumë e vogël. Edhe për fund dashurit e mi e kom lonë fjallën Imamu Shafi'it. Apo realisht, Muzeni, rahimahullah, ka tërgu momentin e fundit. Po thuj se Muzeni ka qenë njeri i fundit që e ka vizitu Imam Bukhariun. Imam Shafi'in, Muhammed ibn Idris Shafi'in. Thot Imam al-Muzeni, dakhaltu ala Shafi'i, hyrat e Imam Shafi'u. Fi illati allati mata fiha. Në smundjen në të cilën do thot ai vdek. I erdh vdekja. E tha e gjeta tu kojt. I thash pse po qan o Imam? Pse po qanë? Tha, qka tha Imamu Shafi'i? Tha po qaj, tha se sot po largona, tha piksoj dënjaje, po ndahem, tha nga vllazërit e mi, po pi nga kupa e vdekjes, pe gotës vdekjes. Tha dhe po shkoj tek Allahu e nuk e di, thot, shpirti im, do të shkojnë në gjennet, apo do të shkojnë në zjarë gjenimit. Ja Allah, pash Allahun, për betonan Allah subhanahu wa ta'ala bdashurit e mi, qëto duhet me në këndjelë. Duhet me në këndjelë se kur këta njerës të mlaj, këta
këta gjenialca, unë ju thëmë gjenialca, qëta jonë gjenit e njerëzimit, qëta jonë. Se cili është kapacitet më i madh se tjetri. Se cili është ibadetçi më i madh se tjetri. Kur këta kanë thonë kështu, neve nuk na mbet gjë tjetër veç me thonë ja Rabbi, na bën nasib sikur që ka thonë ai poeti arab, tashabbahu, përgjasoni. Fa in lam takun mithlahum, edhe nëse nuk jeni sikur se ata, përgjasimi me të mirët është shpëtim. Ndoshta nuk kena me mujt me boj ibadetin e Muhammed ibn Sirinit, e Imam Shafiut e ata, po e thojmë për fund që ka thonë Imam Shafi, rahmetullah alej, ka thonë, uhibbu salihina, o lestu minhum, i du të mirë, ka thonë edhe pse unë nuk jam pitë mirëve. Dhe e shpresoj të shoqërimin me ta në xhennet. Edhe na, wallahi dojmë këta të mirë, edhe pse vetë nuk jena për të mirëve. Dhe e shpresojmë Allah subhanahu wa taala që Allahu më na bashkon në xhennet me ta. Allahu ju shpërbleft, na bani halal, ndoshta e kom stërgjat, e ju kom lodh, e ka herë ndoshta edhe kom bërtit. Unë që shtu e kom herë bërtas, herë ulizonin, edhe njerë po thëmë ku e kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabua për me dhe shejtanit, Allahu ju shpërbleft e ndero, faleminderit edhe një herë akademisë e therë me këtë organizatorët e saj, Allahu ju begatoft, ju shpërbleft, ju paguft për këtë mund të cilin e dhuroni, edhe juve ju shpërbleft për çdo hap që e keni bo, jeni ardh, Allahu ju ngrit nga një deregje në gjennet edhe ja urdhzof nga i gjuna. Allahu ja bof çdo herë që me prezantun me xhlise ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bashkoft në hajr, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.